Përshëndetje miq, sot kemi nderin e madh na ka ardhur Atë Giovanni me Arseni nga Kalabria. Tashti çasti i robi për Zotin po ortodoks në Kalabri. Po. Çfarë pas kemi qenë? Arbresh ortodoks. Arbresh janë katolik. Ortodoks. Jo. Po pse ka pas ortodoks kur është bëj sot i pari Skënderbeu? Po. Ka pas Skënderbeu ishte ortodoks, unë lut. Po. Unë Mas ne katolik u më gjergj më. Jo më la ortodoks ka qenë, mas ne u bë musliman. Jo, ne Dugagjinit ose lutem, ne Dugagjinit e dim për katolik. Ti nga Tropoja e di për urdhë? Ka qenë ortodoks lut, hajde bëjmë Tashti bas. ka mundësi të lutem se mu kanë ardhur ta njerëz se në Rum nuk duan debat me syçin kur je bën gjithmonë debat. Tashti ky burri në Rum që ka ardhur ortodoks nga Kalabria, u të lutem atë na kapi kong se më kanë thonë që edhe këngëtari fort, ne do unë dhe syçi do të shoqërojmë. Morenën, Ose- moje bukura Po e morenën. bukur e more. Moje ju knoft shpirti që e keni rujt këtë tradit me zemër, me shpirt, me art, 600 me vjet. emocion 600 vjet. Bravo i qoftë. Ne për Zotin, kupto, as 30 vjet nuk ja rujtëm komunizmin. Faleminderit për vizitën, shumë faleminderit për vizitën, edhe të lutem thuaj fjalë për miqtë e mi. Vate moti që ish një herë, kur u e ti oj madhe dushim shumë më mirë. O lule lule, o lule lule, o lule lule, ma qamate. Se un partito da male. Po nga jeni origjinën tuaj në Shqipëri, nga jeni? Da jemi Me origjinë. nuk e demi fare ka e them. Nuk e dimi fare, këto kanë lindur atje. Prin ton kush e di ku e. Po ju? Nuk na e than ndonjëherë. Ka Peloponeso, ka Po, Pelopones. Thon poshtë, po, nuk e demi. Mirë se kemi gjuhin, e kemi besim. Po këta shqiptarët e rimër, a i keni pamër në për Europë ka 20 vjet, edhe fëmijët nuk i mësojnë Shqip. A i keni pamër, shikoj këta 500 vjet. Edhe jonë edhe patriotë, shesin edhe menë, rinë duke na gjyku. Ju rujti modhi zot. Bravo. Atje për gjuhën, fista e disit Na shkruar. flasmi ka shtëpia edhe ku dalmi ka shtëpia Arbrisht. Arbrisht. Për këta që përmendi Luca që nuk i mësoj fëmijëve shqip, shkruan një poezi. Atë Gjergjfista, e dini kush është? Po. Shkruan Mallku qoft një ai birë shqiptari që këtë gjuhet perenis, trashëgim në lej pari, trashëgim s'jalen ai fëmis. Ma i thot edhe një tjetër. Edhe ati ju thaf po goja, i përbus se këtë gjuhinore, e në gjutë hu e flet kur s'është nevoja, edhe të veten len mazdore. A i thot edhe një tjetër shumë besot. I kudimri erdhi vera dhe bilbili më skëndo. Dan. Tashti kam edhe pyetje. Sirim, si të Kam edhe pyetje tjetër. Se ne kemi meraki çik kështu ne këto punë të mafjas. Tashi mafja më e fortë aty është në Kalabri. A ka një shik gjak shqiptare aty të mafja? shqiptarë në Kalabrit e mortë. Atë më shumë. Ma thuj atë, pas afroqi se e kemi sekret këtë punë. Kom hallin, kjo mafja e Kalabrisë është bo më egra, më e fortë. A ka një shik gjak shqiptare? Unë nuk e di, nuk i pe asnjëherë. Por a vin aty, flasin aty që flasin. Ja, për nuk mund të gazoj kjo. Rrëfimi. Mafja nuk ekziston. Deri Arbrisht. Ja. No. Jemi. ka gjuhë
Ora mafja është rregull, mafja është rregull. Jo. Nuk është rregull? Jo. Kush e thon? Ju si e thoni ju zotit për shembull. Se për shembull ne shajmë njëri tjetrin në Shqipëri, ky mafios, ky tillë, ky tillë. Jo, na nuk i thomi gjë. Na predikomi vetë tin Zot, Krishtin, as me gjë. Po unë për shembull, që më thot gjithë dyja jam mafios, ju dukem si mafios? Jo.